13 kolonitë e Amerikës së Veriut shpallën pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar më 4 korrik 1776, përmes nënshkrimit të një deklarate që mbetet si referencë e demokracisë solide, e shtetit të së drejtës e të drejtave dhe lirive të individit. Në momente kyçe të historisë së Shqipërisë dhe të shqiptarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luajtur një rol të vyer me ndërhyrje vendimtare në fatet e kombit. Politika e presidentit Wilson ishte përcaktuese në ruajtjen e integritetit dhe të sovranitetit të Shqipërisë. Në vazhdin e saj, u cimentua një partneritet i frytshëm që zgjati deri në instalimin e regjimit komunist. Akulli do të thyej vetëm pas vdekjes së diktatorit Enver Hoxha, kur në vitin 1987, pala amerikane ju drejtua Shqipërisë me disa kërkesa për vizita formale dhe miqësore. Për afrimi me SBA-t, u thellua me vizitën e parë të një zyrtari të lartë amerikan, ish sekretarit të shtetit James Baker, më 22 qershor 1991. Po ashtu, pati rëndësi çelja reciproke e ambasadave. Po ashtu, SBA-t ishin fuqia udhëheqëse e Aleancës Perëndimore në shpëtimin e shqiptarëve të Kosovës nga spastrimi etnik i drejtuar për Slobodan Miloševićit.